Ata nuk e kuptuan, the purposes of God. nuk e kuptuan qëllimin e Perëndisë. They didn't understand what God was doing. Ata nuk e kuptuan se çfarë Zoti po bënte. And so they would cheer, he's dead. Prandaj dhe po gëzoheshin, o ka vdekur, He is dead. ai ka vdekur. We have conquered. Ne kemi ngadhënyer, e kemi poshtur. But then God's eyes were on the cross. Pastaj edhe sytë e Perëndisë ishin mbi kryq. And he was watching his son die. Edhe ai po shikonte birin e tij që po vdiste. And he heard his son say, it is finished. Edhe ati e dëgjoi birin e tij teksa thoshte, u krye, përfundoi. The purpose for what he was sent was finished. Qëllimi për të cilin ai u dërgua, u plotësua, u përfundua. Hallelujah. Haleluja. 3 days later, 3 ditë më vonë, he rose again. ai u ngrit përsëri. Why? Pse? Why did he have to rise again? Pse duhej që ai të ngrihej përsëri? Why was it necessary? Pse ishte e nevojshme? It was necessary because it proved that his death was accepted by the Father. Ishte e nevojshme sepse vërtetoi që vdekja e tij u pranua prej Atit. In Psalm 16 verse 9, Psalmi 16 vargu 9, which is a prophetic psalm, që është një psalm profetik, thot: ndaj gëzohet zemra ime, qenia ime ngazëllon, trupi im pushon i qetë, shpirtin tim nuk do ta lësh në skëterë dhe besnikët e tu nuk do t'i lësh të shkojnë në grop. Jesus is talking to his Father and saying, he will not let my body decay. Ktu është Krishti, pra tek psalmi në mënyrë profetike duke folur me Atin e vet dhe duke thënë, ti nuk do ta lësh trupin tim të shikojë prishjen. The reason he was raised Arsyeja pse ai u ngrit was show to you and to show to me ishte që të na tregonte ty dhe mua that his death on the cross was acceptable before God the Father. që vdekja e tij në kryq ishte e pranueshme përpara Atit Perëndim. Even my wife has to say, hallelujah. Edhe gruaja ime thot haleluja. Paul says, Pali thot, it's of first importance that Jesus died. është një rëndësi e parësore fakti që Krishti vdiq, Because without his death, you would be without hope. sepse pa vdekjen e tij ne do të ishim pa asnjë shpresë. You would be without hope. Ne do të ishim pa asnjë shpresë. But then it says of first importance that he died, but he was buried. Why is it so important for Paul to write, he was buried? Po ashtu Pali thot që është një rëndësi e parësore që ai u varros. Pse ishte e rëndësishme që Krishti të varrosej mbasi vdiq? It's because he was emphasizing that he was really dead. Në këtë mënyrë, pra duke thënë që u varros, po thekson faktin që me të vërtetë ai kishte vdekur. Ata thanë, thyeja në kockat që të siguroheshin që kishte When he was vdekur. dead, they put a spear Por kur ushtari roman futi atë theshkën në brinjën e Krishtit, and the blood and the fluid had separated. doli i ndar gjaku nga uji, nga plazma e gjakut. And he was put in the tomb. Dhe kjo vërtetoi pra që ai ishte i vdekur dhe kështu u vu në varr, u varros. And then, Pastaj, on the third day, he rose again. në ditën e tretë ai u ngrit përsëri. He didn't wake up because he was dead. Nuk u zgjua, sepse ai ishte i vdekur. He hadn't had 3 days to have a sleep. Nuk ishte 3 ditë në gjumë. He rose again from the dead. Ai u ngrit përsëri nga vdekja. Amen. Hallelujah.